Kur kemi marrë mandatin e tretë, ju kam thënë që do ta mbështesim Durrësin dhe do të bëjmë në Durrës më shumë se në të gjitha ato mandate më parë, dhe po të shikosh shifrat, përjashtot tërmetin që ishte një anomali, po të shikosh shifrat, kështu ka ndodhur vërtet. Dhe dua ta them këtu sot, sepse Durrësi është një nga qytetet që e ka pas gjithmonë problem ujin e pishëm, dhe historikisht, jo në kohën e tranzicionit më parë, po edhe në kohën e komunizmit nuk ka pas kur ujë, 24 orë, e ka pas gjithmonë ujë me orar, e ka pas gjithmonë me probleme, e ka pas zona të tëra që s'kishte ujë fare. Dhe sot ne jemi në Bashkinë e Durrësit me nivelin më të mirë të furnizimit me ujë, kemi zona me 24 orë ujë dhe me investimin përfundimtar që do të bëjmë, që janë firmosur të tëra, janë bërgati të tëra projekte kështu me radhë me agjencinë franceze për zhvillim, ne do ta përmbyllim në mandatin e 4 edhe këtë problematik, dhe Durrësi nuk do ketë më fare asnjë problem me ujin e pishëm, jo në disa zona, po askund.